Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Muhammad ibn Abdillahi al-Mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojm, prej tij falë dhe ndihmë kërkojm, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allahut azza wa jalla vazhdojmë me komentimin e ajeteve madhështore nga sura Al Imran, sura e cila flet për një familje të bekuar që Allahu e ka bekuar me bekimet e tija, duke e përmend edhe në Kur'an, madje edhe duke emërtuar një sure të tërën me emrin e kësaj familje të bekuar. Sot ndalemi te ajeti numër 27. Ku Allahu azza wa jall, pasi që shef sinqeritetin e Merjemes, pasi që shef sinqeritetin e Hannes, nanës së Merjemes, pasi që shef devotshmërinë e kësaj familje, sinqeritetin në nijet, qëllimin e premtimit që ja dha Zoti Hanne, nana e Merjemes, që bia e saj të jetë shërbetore e Mesgjidul Aksas, Allahu te bareke ve taala dëshmon në Kur'an se Allahu premtimin e nanës së Merjemes e pranon. Dhe Allahu subhanahu wa taala atë pranim të atij premtimi e bën që të mbetet I shënuar Kur'an deri në ditën e gjykimit. Dhe vetvetijut pranimi I një premtimi dhe një dëshire të një besimtarës tregon që Allahu e ka pas sinqeritetin e asaj besimtare, po e ka pranuar premtimin e saj. Duaja nuk mundet të pranohet pa sinqeritet. Dhe me këtë, me automatizëm e kuptojmë sinqeritetin e Hannes, nanës së Merjemes. E kuptojmë sinqeritetin e Imranit, babës së Merjemes, radiallahu anha. Dhe kuptojmë me automatizëm edhe raportin e tyre me Allahun te bareke ve taala. Nuk ka begati më të madhe se sa begatia që Allahu një rob të vetin të bekon duke ja pranuar duan dhe lutjen. Zotën, kriza më e madhe e ummetit është kriza e mospranimit të duas. Se sikurse në të ishim të sinqert me Allahun te bareke ve taala, ashtu siç na ka hije, edhe niveli I pranimit të duave tona dhe lutjeve tona do të ishte krejtësisht ndryshe nga ajo që është në ditën e sotit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur tregon për disa rob, thot veshjen e kanë haram, ushqimin e kanë haram, pijen e kanë haram, anna yustajabu. Si t'ja pranoj Allahu duan atyre? Duat si kanë të sinqerta, janë të ushqyer me haram dhe kështu me radhë, është absurde që Allahu t'ja pranon dua një personit që është në një gjendje të tillë. Dhe kundërta e kësaj ne kuptojmë se sa e sinqert ka qenë Hanneja dhe çfarë kujdesi kanë pas në raport me halalin dhe haramin, të mirën e të keqen, nasihatin, devotshmërinë, sinqeritetin dhe kështu me radhë. Allahu azza wa jalla në këtë ajet kuranor thot: "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasana." Thot Allahu azza wa jalla, dhe Allahu azza wa jalla e pranoi duan e Hannes dhe premtimin e Hannes që ishte Merjemja, të jetë shërbetore e qauës. Allahu e pranoi premtimin e saj dhe e pranoi duan e saj. Dhe çoi në vend duan e saj që Merjemja të jetë shërbetore me Mesgjidul Aksas dhe gjithë angazhimi I saj të jetë në shërbimin e Mesgjidul Aksas në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Madje thot Allahu azza wa jall: "Wa anbataha nabatan hasana." Wa anbataha nabatan hasana. Dhe Allahu azza wa jall kët premtim, pra kët evlat Merjemin, kët foshnje, Allahu e edukoi dhe
e rriti me një edukat të mirë. Wa anbataha nabatan hasana. Nabat, Allahu Azza wa Jalla në këtë ajet kuranor e përmend rritjen dhe zhvillimin dhe edukimin e Mariamës duke e krahasuar me bimët. Nabat i thënë kur i mbatën nabat është kur bima rritet dhe zhvillohet në formë të mirëfillt. Dhe këtu kemi një alegori që Allahu te bareke ve taala e përmend se Allahu gjatë gjithë zhvillimit të Mariamës dhe rritjes së saj, Allahu e zhvilloi atë me një edukat të mirëfillt dhe gjitha fazat i kaloi në formë të mirëfillt e të mirë. Në razi të Rabbul Alaminit. Pse? Se njerëzit ka mundësi në pleqëri dhe apo dikur ma vonë të udhëzohen e të drejtohen. E me pas një të kalu me të keqe. E të vije udhëzimi pas devijimit. Edhe gjithë një dikush mundet me gjetë një zanë këtë thote, abe ti ke mbet me të regu diçka për fej kurse ti ke qenë kështu, dhe kështu zakonisht veprojnë njerëzit e ligë që se kanë për huji nasihatin dhe këshillën kur dikush i këshillan. Nuk ka asgjë të keqe që një njeri pas një jetës të keqe të udhëzohet në një jetë të mirë. Kurse rastit e Mariamja, Allahu Azza wa Jalla tregon se Allahu te bareke ve taala me urtësinë e tij dhe diturinë e tij mbikëqyri gjitha etapat e zhvillimit të Mariamës dhe Allahu atë e edukoi gjatë gjitha etapave të jetës që i ka me një zhvillim të mirëfillt mbi të cilën Allahu ishte razi dhe i kënaqur me të. Pra nuk ka diçka në historinë e Mariamës që është gabim i së kaluarës saj, nga se Allahu te bareke ve taala e përcaktoi që Mariamja të rritet dhe të zhvillohet me një zhvillim të mirëfillt e të mirë me edukat, me cilën edukat Allah do të jetë razi me të. Dhe thonë dietarët me këtë ajet kuranor, thotë më njanon gjitha mundësitë dhe largon gjitha mundësitë dhe dyshimet eventuale që dikuj mund t'i shkojnë ndërmend se Mariamja a thu prej foshnjës dhe prej lindjes dhe prej kohës së vegjëlisë saj ka qenë gjithnjë e udhëzuar dhe në rrugën e Zotit. Po, Mariamja ka qenë gjithnjë e udhëzuar dhe në rrugën e Zotit. Sa Allahu e pranoi duan e nënës saj. E cila e kjo e dha premtimin Allahu te bareke ve taala se bijën e saj ka melonën në shërbim të Mesjidil Aksas dhe në adhurimin e Allahut te bareke ve taala. فكفلها زكريا وكفلها زكريا. Thot Allahu Azza wa Jall dhe Zakaria alayhis salam e mori përsipër mbikëqyrjen e saj. Kefil i thënë kur dikush në formë vullnetare e merr dikën në mbikëqyrjen e vet. Kurse vekil është kur dikush e ka në formë të obligume prej Allahut që të jetë vekili dikujt, sikurse baba është vekili e vladit vet, bijes së vet apo djalit të vet. Kurse kefil është kur vullnetarisht dikush e merr përsipër me përkujdes për dikant. Andaj thonë kefilul yatim. Andaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam unë dhe ai që e ka marrë përsipër mbikëqyrjen e një jetimi, kena me qenë kështu në xhenet. Ku shikina me kon, afër njëri tjetrit. Kjo tregon se edhe në derexhet e xhenetit bashkan, po edhe afër njëri tjetrit janë në xhenet. Allahu kështu na boft me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kefili i thënë kur dikush dikant vullnetarisht e merr në mbikëqyrjen e tij. E thot Allahu te bareke ve taala wa kaffalaha Zakaria. Zakaria alayhis salam e mori nën mbikëqyrjen e tij Mariamën. Mariamja radhiyallahu anha Zakaria alayhis salam e kishte burteze. Dikush e ka përmendur se ka burhall dhe kështu me radh, por mendimi më i saktë se Zakaria alayhis salam Mariamja radhiyallahu anha Zakaria alayhis salam ka burteze. Andaj Isa alayhis salam dhe Yahya alayhis salam hadithet e sahiha
përmendit se Muhamedi s.a.s. ka tregu se këto dy pejgamber janë edhe djemtez, janë edhe tezak. Isa a.s. me Jahjen a.s. Se Isa a.s. nane ka Merjemen, kurse Jahja a.s. nane ka motrën e Merjemës radhiyallahu anha. Bashortën e Zekeria a.s. Dhe Zekeria a.s. e mori nën mbikëqyrjen e tij Merjemën. Edhe pse do të përmend me dikur më vonë, Allahu Azza wa Jall tregon se njerëzit dhe banorët e Palestinës dhe Mesjidul Aksas dhe asaj rrethine kanë bërë gara kush ka më marr. Përsipër për kujdesin e Merjemës. Se sokon thjesht një vendim i Zekeria a.s. që me marr Merjemën në mbikëqyrjen e tij. Dikush do të pyete, po pse me marr në mbikëqyrjen e tij, thuhet se Merjemja radhiyallahu anha ka met jetime. Thuhet se Imrani baba e vet ka ndru jetë. Dhe ka pas nevojë që dikush të merr mbikëqyrjen e saj dhe për kujdesin ndaj saj. Dhe kaderi Allahu Azza wa Jalla ishte që në atë garë me ato njerëzit tjerë që Kur'anin detaje në ajete tjera kina me shpjegu kur t'i vje momenti kur qesin shorti, shumë njerëzit mirë të devotshëm, shorti i del Zekeria a.s. që ai me marrë në mbikëqyrje dhe për kujdesin e tij Merjemën radhiyallahu anha. Dhe Allahu Azza wa Jalla këto e përmend fjalën hasana. Hasan do të thonë diçka e mirë. Dhe e përmend thon dietarët fjalën hasana Allahu te Merjemja se niyeti i nanës së vet ka qenë i mirë. Andaj Allahu do të thotë fataqabbala rabbuha biqabulin hasan. Allahu e pranoi duan e saj si më mirë. Pse niyeti i saj dhe duaja e saj ishin të mirë. Se ke edhe niyeti i mirë dhe duaja e mirë. Edhe kabulli ke i mirë. Dhe thonë dietarët, nuk mundet me qenë niyeti i keq, duaja e keqe, edhe kabulli i duas me qenë e mirë. S'mundet. Ka proces. Du të me bëru për një niyeti të mirë, me një dua të mirë, me një pranim të mirë prej Allahut te baraka wa taala. Dhe se Allahu Azza wa Jall duan e Hannes e pranoi me të parën. Sepse rrjedhke nga një niyet i mirë, me dua të mirë, dhe Allahu e pranoi me të mirë. Bi kabulin hasan, dhe me të njëjtin ritëm dhe me të mirë Allahu e mbikëqiri dhe zhvilloi rritjen e Merjemës. U rrit Merjema si më mirë, radhiyallahu anha. U rrit si më mirë, pa gabime, pa lëshime dhe pa vërejtje. Pse çdo sen nis me fjalën hasan, e mirë. Kur o qëllimi i mirë, zanafilla e mirë, pastaj çdo sen ec mirë e më mirë. Dhe në fund, që me qenë kurora e të mirave, është kur një pejgamber merr përsipër të angazhohet në edukimin e një jetimes, Merjemës radhiyallahu anha. Zekeria alayhis salam. Kjo është kapak i të mirave. Sa gëzim i madh është për një prind kur arrin sukses me e çu djalin e vet te një muallim, te një hoqë që mëson Kur'anin më së miri edhe ai ja pranon. Është gëzim për atë. Dhe kur vjen koha me regjistru në shkollë, i mundësot me regjistru shkollën më të mirë, më elitare. Është gëzim për atë. Pse pret që do të ketë rezultate dhe perspektiv e vladit tine të ardhmen. Apo e merr, e çon zanat dhe e merr e pranon një usta shumë i mirë, që është esnaf domaqen, që është edhe usta i mirë. Është gëzim për baba. Dhe Allahu te bareke ve taala kësaj familjes e Imranit, ja mundsoi që për bijën e tyre të përkujdeset pejgamberi
më i mirë në vaktin dhe në momentin e vetë që ishte Zekeria a.s. Dhe ai mori përsipër për kujdesin, edukimin dhe mbikëqyrjen e Meriemës radhiyallahu anha. Thot Allahu azza wa jall, kullama, çdo herë. Kjo kullama tregon se Zekeria a.s. e ka marrë përsipër Meriemën dhe ka shku shpesh dhe gjatë gjithë kohës e ka kontrollu dhe mbikëqyr. Se ka marrë mbikëqyrjen e saj ta marrë ta lojë dikun edhe tamam. Dë njerë të shkoje. Jo, kjo kullema, çdo herë që hynte kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Thot Allahu te bareke ve taala, çdo herë, do thonë që tregon kjo se shpesh ka shku me vizitu Zekeria Meriemën se i ka marrë emanet, dhe kur ta marrësh diçka emanet, duhet më për kujdes për te. Jo me marrë emanet edhe tamam unë dhe marrë për kujdesën time edhe me lon që ti me një qosh edhe iq mos mira mas. Jo. Kjo tregon që kjo fjala kullema tregon për kujdesin e Zekeriait për Meriemën. Dhe tregon se sa më rëndësi ka qenë për te ky emanet që e ka marrë mbi supet e veta, që ka ngaru njerëzit e mirë, kush da marrë, kush ka me pas këtë privilegj më për kujdes për Meriemën. Që ta bën me dije dhe autoritetin e familjes Alu Imran, që e ka ngëzu në mesin e Bene Israelve në Palestinë. Ka qenë privilegj dhe ka ngaru njerëzit kush ka me marrë. Dhe kur Zekeria u nderu me këtë nderim, selam asdore, gjatë gjithë kohës mbikëqyrte dhe kontrollonte dhe kujdeseshte për Meriemën. Dhe thon dietar për kujdeseshte edhe në edukimin moral shpirtëror të saj, por edhe për kujdeseshte edhe për ushqimin e saj, se a ka as ka. Po dikush ka thënë po tipika e diat. Ajeti kuranor e dëshmon këtë. Se vetë fakti që thot Allahu subhanahu wa taala, çdo herë Zekeriai që hynte në mihrabin e Meriemës, tek ajo haste dhe gjente ushqim. Pse për kujdeseshte në vendi ushqimit, ku e mbante ushqimin, me shikua ka ushqim as ka, se nësi mungon diçka të bjerë ta mushe. A kur shike Zekeriai me vizitu Meriemën, gjente që ushqim gjatë gjithë kohës kishte në vendin e ushqimit. Dhe Allahu thot Zekeria al-mihraba, Meriemja radhiyallahu anha s'ka jetu në mihrab. Është e vërtetë se në dhomën e saj ka pas mihrab. A ka jetu në dhomë, edhe pse në dhomë ka pas mihrab. Por thon dietar, shkaku i angazhimit të saj me adhurim të vazhdueshëm, dhoma e ka marrë emrin e mihrabit. Pse kur shumica aktivitetit në një dhomë është adhurim dhe ibadet, ajo dhomë shëndrot në mihrab. Dhe adhurimi do të mbulon shumicën e aktiviteteve të asaj dhome apo asaj shtëpie që ka qenë e vendosur Meriemja radhiyallahu anha. Andaj thot Allahu azza wa jall, nuk thot çdo herë që Zekeriai hynte në dhomën e saj, jo, çdo herë që Zekeriai hynte në mihrabin e saj. Haste dhe gjente tek ajo rizqa. Gjente të Merieme ushqim. Thonë komentatorët, jo vetëm që gjente ushqim, shifke që ka ushqim. Habiteshte aloma te për Zekeriai. Saj, shembull, e sillte një sasi të caktuar të ushqimit, kur shkonte, ushqim gjente aty kishte më shumë sa që ka sjell ai e para. E dyta, në stinën e dimrit, aty shifke ushqim të verës. Në stinën e verës, aty kishte ushqim të dimrit. Dhe kjo ishte një çudi për Zekerian a.s. Edhe pse ai ishte pejgamberi i Allahut. Kjo është e para. Thonë dietarët, përmendet mihrabi dhe rizku që me tregu se
Rreziku vjen prej Allahut azza wa jall. Dhe se robi më së afërmi me Allahun azza wa jall për ta kërkuar rrezikun e tij është pikërisht mihrabi, sejdja, duaja, adhurimi. Andaj thonë dietar, gjithnjë kur ka njeriu paksim në rrezikun e tij, i përvjen krahët i rrekët mihrabit. I përkushtohet më tepër mihrabit. Dhe s'ka çare me lejen e Rabbul Alaminit, nëse niyeti është i mirë, nëse duaja është e mirë, nëse qëllimi dhe niyeti pas pranimit të duas është i mirë, produkti i asoj duaje, nëse është me niyetë të mirë, Allahu azza wa jall ka me pranu atë dua të mirë me të mirë dhe ka me zhvillu mirë e më mirë. Sikurse e pranoi duan e Hannes me të mirë dhe e rriti dhe e zhvilloi rritjen e Merjemës mirë e më mirë. Gjë që Allahu e dëshmon në Kur'an. Andaj shpesh njerëzit din me trokit në dyrt e të pasurve, din me trokit në dyrt e kushërimve, familjarve, atyre, këtyre, din mu ankuna për njerës, mi thonë, ajo ke anku një herë Rabbul Alaminit njëtën tënde. Ajo ke këthi njerë mihrabit, me thonë, o Allah, kam fukara dhe, që më rëskë, që këtu është adresa e riskut. Kjo është ajo dera ku duhet me trokit. Kur na shtëpinë tonë ta shndrojmë në mihrab, e në atë mihrab të kërkojmë risk prej Allahut azza wa jall, vallahi në pikë të dimrit ka më natë risku i verës. Dietarët thonë, Allahu ta çon riskun edhe në kushte ku nuk duhet të marrë risku. Allahu ta çon riskun edhe në kushte kur ka embargo në një vend, ka më tar të risku. Kimë mbet, kjo më shpjegu pak më shqip. Ka me qurë risk Allahu edhe në momenti kur do të mbyllen gjitha kufit, ka me tarë të risku. Edhe në momenti kur do të mbyllen dhe do të zhduket madhe, nuk do të ketë sezonën, Allahu ty ka me ta qurë risku. Ka me ta qurë riskun, ki me shit madhin që se ka sezonën e vetë me një kohë, do të ku ti sta merë menda. Edhe jashtë sezonit vetë ki me shit. Allahu ka me gjetë dikant, ka me qurë që i du taj madh, që ti kime shit jashtë sezonës e vetë. Ama kur ti përmbash mihrabit, kur trokitish në derën e Rabbul Alaminit në mihrab duke qenë. Allah ka me qunë edhe dimrit edhe verës të riskë. Madje edhe verës ka me qunë risk të dimrit kur ti kime pas nevojë. Ka me qunë dimrit risk të verës kur ti kime pas nevojë. Dhe kjo për Allah nuk është asgjë. Se këtë dimër dhe këtë verë, kush e ka e kriju? Allahu te bareke ve teala. Dhe ati askush nuk ka mundësi që me janë ndalë të drejten e furnizimit dhe riskut ndaj robërve të vetë në pikë të verës me risk të dimrit edhe në pikë të dimrit me risk të verës. Askush nuk me janë ndalë ati te bareke ve teala. I lartë madhërum qoftaj Allahu azza wa jall. Ama mihrabe. Andaj tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se njëra nga arsyet e shtimit të riskut është namazi me xhamat. Krahas asaj që është edhe namazi nafile në shtëpiat tona, se thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos i bëni shtëpitë tuaja mos i shndroni shtëpiat e juaja në varreza. Pra nëse dëna në shtëpiat tonë mi pas gjalla, dhe falmi namaz nafile aty. E ato e një shtëpi është e gjallë me gjitha komponentet e veta duke përfshi këto edhe risku. Po na subhanallah jemi të tillë që i lusim gjithë veç Allahun se lusim. Allahun kur e lusim edhe e gëzojmë Allahun te bareke ve teala, edhe na shpërblen Allahu në lutjen që kemi drejtuar, s'është ibadet adhurim, kemi edhe shpërblim, edhe na furnizon. Kurse njerëzit kur i lusim, vallahi edhe me të ndihmu, ndoshta ka me të përqesh mas shpine. Po edhe me të përqesh, ndoshta kemi ngushtu. Edhe nëse nuk përqesh, ndoshta e ngushton. Po edhe nëse ngushton, nëse nuk e ngushton, kur do t'jave pasuria ati paksot, nëse i ka 1.000 dinar, ti ka dhonë 500, i kanë mejtë 500 në gjep. S'paku në moment, kurse Allahu ta zëvëgjen, edhe milionat me t'i dhonë, pasuria ti nuk paksot. E ati
Rabbul Aleminit thot, i shtohet kënaqësia ndaj teje kur ti drejtohesh me lutje. Të don më tepër. Dhe njeriu duhet me kuptu me do e mos se mihrabin, sejdën, namazin duhet me shfrytzu që prej Allahut me kërku rizq. Andaj i tha Zekaria a.s. Anna leki hadha. O i Merjem tha, ku e te marrë këtë ushqim? Pika po të vjen kjo ushqim? Pika kjo? Wallahi, Allahu Azza wa Jall, njerës që dhe ditën e sotit brenda natës din me shëndru në njerës të pasër. Brenda një kohë shumë të shkurt që njerës kanë qenë në pikën e fundit të varfërisë, Allahu i ka bon dështa njerëzit më të pasër. Kur ata i kanë ndjek ligjet të Allahut që Allah i ka vëndu në kosmos. Dhe Allahu ka shumë e jona është veç me kërku. Dhe Zekaria a.s. si kujdestari i Merjemës e kishte detyrë me pyet. Dhe thonë dietar këtu ka hikmet pse e pyeti. Ati i shkoi mendja mos vallë, mos është sjell dikush tjetër ushqim. Tek Merjema dhe donte me ditë kush është që e sjell këtë ushqim. Por disa të tjerë thonë ajo është një pyetje çuditëse e Zekerias për faktin kur e pa se aty në sezonën e dimrit ka ushqime të verës. Dhe kjo pak e habiti Zekaria a.s. Tha Merjema, tha kjo është prej Allahut Azza wa Jall. Huwa min indillah. Tha kjo ushqim është prej Allahut Azza wa Jall. Allahu ma çon këtë rizq, këtë furnizim dhe kjo është nga kerametet e Merjemës radiallahu anha. Që Allahu Azza wa Jall asaj ja zbrit të ushqimin prej qiellit. Sikurse ja zbriti Isis a.s. komplet sofrën prej qiellit me gjithë ushqimin e tij, që ishin dëshmitar për një gjë të tillë gjithë Beni Israilit. Edhe Merjemës radiallahu anha, Allahu Azza wa Jall ushqimet ja zbritte prej qiellit kur ajo kërkonte një gjë të tillë prej Allahut subhanahu wa taala dhe kur ajo kishte një nevojë të tillë. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Thot Allahu Azza wa Jall, me të vërtet Allahu këdon e furnizon pa hesab, pa llogari. Me të vërtet inna Allaha, pa shybe, mos ke shybe, hiç mos kesh dyshime, mos mendosh as dy herë se Allahu këdon e furnizon pa hesab. E jo të është me kërku prej ati që me të furnizu pa hesab. E jo të është me qu durët edhe me thonë Allah në mihrab, në sejtë, në namaz. O Allah furnizon pa hesab, thuj, Allahu me rëzuk një bighayri hisab. Mos të të vje marë. E asë nuk guxon më ngushtu. E asë nuk është turp me kërku prej Allahut me të furnizu pa hesab. Sa e ka pa hesab, edhe të furnizon pa hesab. Dhe përsëri furnizimi yt në këtë dunjë e ka një fillim dhe e ka një mbarim. Kurse pasuria e tij që është mbi 7 kaçes, ka fillim e as mbarim. Dhe s'paksohet kur, dhe nuk mundet më përkufizu me numrat e kësaj dunjoje që na i dim. Dhe kërko prej Allahut në mihrabin tënd, namazin tënd, në adhurimin tënd, që Allah me të furnizu pa hesab. Shfrytëzoni momentet ku Allahu i ban kabul duat. Wallahi sikur se na ti luteshim me Allahut, ashtu si që ju lutemi njerëzve, krejtësisht ndryshe do të ishte kon gjendja. Pa përjashtim gjithë bim në këtë gabim. A vallahi me ju lutë Allahut Azza wa Jall, me ta dhon një rrezik. Edhe në qoftë ai rrezik në dorën e njeriut më të fortë në vendin tënd, Allahu ka me obliguat me arë me ta dorëzuat. Me lutë Allahut që me të lehtësu një çështje. Qoftë ajo çështje e bllokuar nga njeriu më i fuqishëm në vendin tënd. Allahu ka me nënshtruar atë rob që marrë te komtetuja me ta lehtësu dhe me ta kryer atë punë.
Veç prej Allahut kërkoje, mos e lutat. Lutë Allahun te bareke ve teala. Lutë Allahun te bareke ve teala. Me të qelë një derë e rrezikut, me të qelë një derë e hajrit, e të mirave të kësaj dunjoje, me të hek një telash edhe një bar, lutë Allahun azza wa jalla në mihrab. Duke qenë në sejdë, lutë Allah, po pyetja është se na shtëpia tona kemi mihrab. Në sa shtëpia tona nuk falet namazi. Në sa shtëpia tona njerëzit se din ka është kiblja. Kiblja se din sa është. E pyet ku është kiblja, thot, kur isha xhibaba, ç'kënej falke. Kiblja ka është, jo ka falke xhibaba. Nuk di me tonë, kjo është ka kjo unë është kiblja. E pastaj presim bereqet, presim në ato shtëpia me pas muhabet, presim në ato shtëpia me pas lumturi, mirëqenie, presim në ato shtëpia me pas evlat të hajrit e të udhëzuar, s'mundesh me prit një gjë të tillë. Nëse na nuk në shtëpia tona nuk kemi mihrab, dhe si shndrojmë shtëpia tona në mihrab në vend falje, vend duash dhe lutjesh, nuk mundemi me prit që evlat ton me ecë ka e mira dhe ka e mbara e me pas një të ardhme të mirë të mërfit me cilën Allah do të jetë i kënaqur me ata. Kjo ishte shkurtimisht shpjegimi dhe komentimi ajetit që lutë Allahun që Allahu të shpërblen me të mirat e tij të panumërta, që sot zbukuroi xhamin i Sabe me prezencën tuaj. Zoti ju lut dhe ju bekoft, alhamdulillahi rabbil alamin.